Dimri ka sjellë një fluks të shtuar pacientësh në urgjencën e Spitalit Rajonal të Kukësit. Në drejtori i spitalit, mjeku Emin Ferati bën me dije se grupe moshat më të prekura janë fëmijët dhe të rriturit, të cilët paraqiten kryesisht me simptoma të infeksioneve respiratore. Dhjetori ka pas raste të shtuara të virozave, pastaj në janar pati një qetësim relativ, kurse tash ka afërsisht një 10 ditë që ka raste të shtuara të virozave dhe të pacientëve që vinë e kërkojnë ndihmë mjekësore në urgjencë. Janë kryesisht moshat e pediatrike, po edhe moshat e të rritura. Pa përjashtu asnjë moshë, po këto janë më të dalluara. Të rriturit shkon 60-70, kurse të fëmijët shkon 40-50. Janë vizitat përgjithshme, nuk do të thotë që janë vetëm viroza këto. Rastet që janë me komplikacione, kryesisht rastet pediatrike, hospitalizohen, që janë me komplikacione bronkopulmonare që i themi ne. Kurse të rriturit janë të rralla hospitalizimi për shkak se kanë forca dhe imunitet më të shtuar se sa moshët pediatrike. Një problematikë shqetësuese gjatë kësaj periudhe mbetet përdorimi i antibiotikeve pa rekomandim mjekësor. Mjeku Ferati u bën thirrje farmacistëve që të mos japin antibiotik pa recetë të mjekut të specialist, duke theksuar se përdorimi i pakontrolluar i tyre mund të sjellë pasoja serioze për shëndetin. Ndërkohë, kemi parë një fenomen të çuditshëm që vazhdon të ekzistojë në Shqipëri, po edhe në Kukës, që të smurët shkojnë të marrin ilaçe pa recetën e mjekut në farmaci. U bëj thirrje që mos marrin antibiotik, edhe farmacistët mos u japin antibiotik, sepse antibiotiku fillohet në një moment krejt të veçantë. Duke përdorur antibiotik për një kohë gjatë, krijohet antibiotikorezistenca dhe pastaj problemet dhe komplikacionet janë më të shtuara. Nga ana tjetër, drejtuesit e spitalit sigurojnë se Spitali Rajonal i Kukësit është i furnizuar me medikamente dhe serume të nevojshme për përballimin e virozave të stinës. Nuk kemi mungesa, në thënë vetën, po kështu edhe shërbimi autoambulancave është i plot, shërbimi personelit mesëm dhe personelit lartë nuk është se mungon. Sipas mjekëve, fluksi i pacientëve të prekur nga virozat dhe gripi pritet të mbetet i lartë edhe në javët në vijim. Për këtë arsye, bluzat e bardha apelojnë për kujdes maksimal dhe shmangje të vetë mjekimit me qëllim frenimin e përhapjes së virusit.